Labino Tregja, banori më i ri që ju bashkua shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4. Ka hyrë fuqishëm në qendër të vëmendjes që në ditët e para të qëndrimit të tij. Prezenca e tij ka sjellë një frymë të re dinamike, por edhe tema të diskutueshme që kanë bërë bujë si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë. Së fundmi, një debat i ndezur mes Labit dhe Sasës ka ndezur rrjetet sociale. Gjatë bisedës, Sasa aludoi se Labi mund të kishte prirje drejt meshkujve. Një koment që krijoi tension dhe i shtoi dramë atmosferës së lojës. Përballë këtyre aluzioneve, Labi zgjodhi të mos e anashkalojë situatën, por të flas hapur dhe qartë për atë çfarë i përket pamjen e tij. Me një qëndrim të qetë dhe plot vetbesim, ai pranoi publikisht se ka bërë ndërhyrje estetike në buzë. Po, i kam bërë. Më pëlqejnë, deklaroi ai, duke i dhënë fund çdo dyshimi dhe duke treguar se nuk ka asgjë për të fshehur. Ky moment u konsiderua nga shumë si një shembull i sinqeritetit dhe pranimit të vetvetes, në një format ku çdo detaj analizohet nga publiku. Reagimet nuk vonuan. Ndjekësit në rrjetet sociale u ndanë në dy kampe. Disa e përgëzuan Labin për guximin dhe hapjen, ndërsa të tjerë u fokusuan tek përplasja e tij me Sasën, duke komentuar se dinamika mes tyre mund të shndërrohet në një nga konfliktet më të ndjekura të këtij edicioni. Megjithatë, një gjë mbetet e sigurt. Hyrja e Labino Tregjës ka tronditur qetësinë e shtëpisë, duke sjellë energji të reja, tema të reja diskutimi dhe momente që pritet të zhvillohen edhe mëtej në ditët në vijim. Ai tashmë është shndërruar në një prej personazheve më të komentuar të sezonit, dhe publiku duket i etur të shohë se çfarë do të sjellë në vazhdim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.